Ministria e Arsimit dhe Shkencës ju bën me dije se po vazhdon me sukses regjistrimi online nëpërmjet portalit të regjistrimit të fituesve për të pranuar në ciklin e parë me kohë të plotë në institucionet e arsimit të lartë publik për vitin akademik 2012-2013. Deri në orën 11 të ditës së sotme kanë kryer regjistrimin online rreth 20.000 maturant fitues që do të pranohen në institucionet e arsimit të lartë publik në vend. Lista e fituesve për këtë vit akademik është shpallur publikisht në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, mash.gov.al, dhe gjendet edhe në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Provimeve. Përfitoj nga rasti të sjell në vëmendje të gjithë maturantëve, të cilët nuk e kanë kryer këtë regjistrim, të kujtoj që është e vetmja mënyrë për të fituar dhe për të pranuar në institucionet e arsimit të lartë publik në vend. Mos kryerja e regjistrimit në afatin e përcaktuar do të krijojë daljen e këtij maturanti nga lista, mos shpalljen e tij fitues në listat përfundimtare, pra nuk i mundson vazhdimin e studimit në institucionet publike të arsimit të lartë. Të gjithë maturantët kanë në dispozicion shërbimin e internetit dhe portalin, të gjithë informacionin në faqen zyrtare të Ministrisë për të kryer këtë regjistrim deri në datën 23 ora 24.